Gjithnjë më shumë të rinj nga vendet e Azisë po zgjedhin Shqipërinë si një destinacion për të punuar dhe jetuar, si dhe për të krijuar eksperienca të reja. Një prej tyre është edhe Chit Ling Maung, 22 vjeçari nga Myanmari i Azisë Juglindore, i cili prej gati një viti jeton dhe punon në Sarand. Chit Ling Maung ka ardhur në Shqipëri përmes një agjencie pune, pas eksperiencës që kishte në Dubai. Ai tregon se zgjodhi Sarandën për shkak të mundësive më të mira të punës dhe kushteve më të përshtatshme. Aktualisht punon si banakier dhe shprehet i kënaqur me ambientin ku jeton dhe punon. Unë jam nga Myanmari dhe punoj këtu në Sarand prej një viti. Më parë kam qenë në Dubai. Atje dëgjova për Shqipërinë. Në Sarand erdha përmes një agjencie. Ky vend është shumë i bukur. Puna ime është e mirë dhe në vendin tim të punës mund të tregoj profesionalizmin tim. Gjithashtu mund të përmirësoj aftësitë mia profesionale. I riu nga Myanmari tregon se njerëzit në Sarandë kanë pritur mirë që në ditët e para dhe se ka krijuar marrëdhënie të mira me kolegët dhe banorët. Sipas tij, një nga sfidat më të mëdha mbetet gjua shqipe, pasi komunikimi i përditshëm është ende i vështirë, por ai përpiqet të mësojë dhe të përshtatet. Tani punoj në banak. Njerëzit këtu janë shumë të mirë. Kur erdha këtu për herë të parë, ata ishin shumë miqësor dhe të sjellshëm. Edhe në vendin tim të punës kam takuar shumë njerëz, dhe të gjithë janë njerëz të mirë. Sa për kushtet e punës, këtu është pak më ndryshe. Për mua është më mirë, për sa i përket pagës dhe vendit ku jetoj. Pra është një vend i bukur dhe njerëzit janë shumë të dashur. Vështirësia më e madhe është gjua, sepse këtu shumica e njerëzve nuk flasin anglisht. Në Tiranë dhe në Sarandë rreth gjysma e njerëzve mund të flasin anglisht, por për mua gjua është pjesa më e vështirë. Po mundohem të mësoj shqip. Chit Ling Maung thotë se dëshiron të vazhdojë të punojë dhe në vitet e ardhshme në Shqipëri, duke përmirësuar aftësitë profesionale. Ai nuk përjashton mundësinë që në të ardhmen të qëndrojë më gjatë në vendin ton, pasi e vlerëson Shqipërinë si një vend të bukur me njerëz mikpritës. Kur isha në Dubai, paga ishte më e ulët, ndërsa këtu marr një pagë më të lartë. Edhe kushtet e punës më ndihmojnë të përmirësoj aftësitë e mia profesionale. Për këtë arsye erdha këtu. Po, sigurisht do të vazhdoj të punoj në të ardhmen, ndoshta edhe 2 ose 3 vite të tjera. Pastaj pasi të mbaroj, ndoshta do të kthehem në vendin tim. Ndoshta, në dashur të Zotit, mund të qëndroj edhe këtu dhe të marr pasaportën shqiptare. Historia e Chit Ling Maung është një tjetër shembull i të rinjve të huaj që po zbulojnë Shqipërinë, jo vetëm si një vend për të punuar, por edhe si një hapësirë ku mund të ndërtojnë përvoja dhe të zhvillohen profesionalisht. Me sfida dhe përshtatjen e tij, ai tashmë e konsideron Sarandën një vend ku ndihet mirë dhe ku dëshiron të vazhdojë rrugëtimin e tij.